Bismillahirrahmanirrahim. Ky është mali I Uhudit, edhe asnjëherë nuk kemi qenë më afër Uhudit, të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam erdhi një ditë dhe kishte hyrë mite së bashku me Hazreti Ebu Bekrin, me Hazreti Omerin dhe Hazreti Osmanin radiallahu anhuma, edhe ky mal filloi të lkundej. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam I tha qëndro Uhud, sepse mbi ty është një pejgamber, një besnik I tij edhe dy shahid. Ndërsa ky vend këtu dhe historia e malit të Uhudit edhe historia e betejës së Uhudit është e njohur për të gjithë. Këtu është vendi I xhamisë quhet Mesjidul Fath. Është një vend në të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam pasi përfundoi betejë e Uhudit, edhe thuhet se pejgamberi është tërhu në atë vend, në atë zonë atje, ku sot po thuj se është e pamujtur për tu ngjit atje, ose me shumë vështirësi dhe për arsye që nuk e di, ajo është mbyll tashmë. Mirë, por në këtë vend është e vërtetuar sipas librave të historisë islame se pejgamberi alayhi salatu wasalam është nalë dhe ka fal namaz. Subhanallah, në momentin e parë ka një përshpirtje të jashtëzakonshme, jo vetëm ky vend, por krejt kjo lagje ka një qetësi të jashtëzakonshme, ka një prehje që nuk përshkruhet, edhe natyrshëm që kur vim në vende që janë përshtat dhe janë rujt, edhe tërhiqet vëmendja e besimtarëve se në këtë vend apo në këto vende ka kalu pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe është fal, patjetër që nin një emocion edhe një përshpirtje të jashtëzakonshme, e cila nuk ka përshkrim. Domethënë ti vetëm mendo që në këtë vend në një moment të caktuar e ka shkel pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë shkel sahabët e tij, edhe ti gjendesh këtu besimtar edhe I bindur në misionin edhe thirrjen e zotnisë së tij alayhi salatu wasalam, patjetër që nihesh ma mirë se askush në botë, sepse ti po ec në gjurmët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo është ndjesia që kemi kur shkelim në një gur, apo kur shkelim në një gjurmë prej gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë, po edhe më e rëndësishme se sa kjo të dashmit e mi, edhe më me vlerë se sa gjithë kjo, është që me eni këtë përshpirtje, edhe me eni këtë mirësi dhe këtë besim në çdo frym që e jetojmë dhe përpiqemi të përgjigjemi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe më thanë, kur ti e lexon një hadith të zotnisë tonë alayhi salatu wasalam, e lexon një porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përpiqesh me zbatuate, o ti je mreti I botës, ti je I dashur I pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është I dashur I Allahut. Pra ti po I përgjigjesh pejgamberit alayhi salatu wasalam qoftë në diçka shumë të vogël. Edhe Allahu azza wa jalla thotë në Kur'an që ai që I bindet pejgamberit I është bind Allahut. Pra ti mendo për pak këtu dhe thu këtë vend e ka shkel pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe ky vend, edhe ky mal kaq I dashur edhe kaq I mirë e ka dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe unë ju them për herë umrexhive dhe haxhilerëve që kur të shkonin në Uhud, merrni paksa nga shpirti I Uhudit, jo detyrimisht këtë gur dhe këtë mal që sa I mirë është dhe sa I dashur është. Por po marr shpirtin e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Më mendoj që kudo që ti jesh në Shqipëni, në fund të botës, në momentin që ti bjen salavat për mi pejgamberin alayhi salatu wasalam, ti ke një lidhje që nuk shkputet më. Ti ke një dritë që është dritë nga Allahu azza wa jalla. Dhe ti merr bekim nga bekimet e Allahut azza wa jalla, sepse po I përgjigjesh atij zotni për cilin Allahu azza wa jalla të ka thënë se bindja ndaj tij është bindje ndaj vetë Allahut azza wa jalla. Pejgamberi është robi I Zotit, është I dërguar I tij, mirë po është mëshirë e dhuruar. Allahu azza wa jall e ka dërguar mëshirë të dhuruar për të na mësuar me jetu me dinjitetin e të dëshmorit si mëshirë e dhuruar. Sallallahu alaihi wasallam. Dhe subhanallahu, sa herë që vim në Medinë, edhe marrim ajrin e Medinës, edhe shkelim këto gjurmë, subhanallahu, të duket se ti je pjesë e asaj historie. Mirë po, a jemi ne të denjë për të qenë pjesë e asaj historie? Në fakt, e kemi mundësinë me bekimet dhe mbarsinë Allahut azza wa jall, me kënë dëshmitar të atij shpirti të asaj historie,
në përditshmërinë tonë, sepse Uhud, Hendek, Bedr, Banu Qaynuqa, Banu Qurayza e të tjerë janë betejë që në fakt përsëriten her pas herë në realitetet tona. Dhe a jemi ne të aftë me qëndru në besën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe në besën e Allahut? Dhe më përgjigj Zotit ton me atë çfarë i ashtë përgjigj pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahu na baf për të sinqertëve, edhe na baf për atyre që janë me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i përgjigjen zotnisë së tij në çdo moment të jetës së tyre. Nga Uhudi i zemrës dhe Uhudi i dashur, nga ky simbol i dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ju urojmë edhe lutem që Allah subhanahu wa taala t'ju bëj zemrat tuaja vend për dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allahu ju dasht.